që është njëri i prirur të besoj deklaratat e zotit Berisha, pra e shikon këtë deklaratë në favor të zotit Berisha? Marsit, po shiko, ka shumë deklarata që janë ardhur së fundmi nga ambasada që janë trajtuar si lloj gjegjëze në analizën politike në Shqipëri. Ato janë postime që vijnë, po themin, kuadër të parimeve të mëdha, siç janë liria e fjalës, demokracia, drejta për të shprehur, rëndësia e pluralizmit politik, por dhe e konservatorizmit, duke patur parasysh pikpamjet e kësaj administrate. Nuk mendoj që lidhen me faktin nëse duan t'i bëjnë nder një lider i caktuar apo një tjetri, pra nuk e shoh as në avantazh të Ramës, Berishës apo faktorëve të tjerë, por duhen marrë, po themi, si reagime normale të një gjuhë krejtësisht diplomatike, duke patur parasysh atë që rrezatojnë Shtetet Bashkuara në mbar botën. Ne kemi parë gjithmonë si një leadership të botës perëndimore, e cila lidhet në vetvete në bazë të disa, po themi, besimeve, tek liria, tek e drejta për të shprehur, tek e drejta për të vetvendosur, e shumë element tjerë. Kështu që nuk është se gjej, sinqerisht, domethënë është e tepërt nëse do të merrnin përsipër që t'i jepnim një ngjyrim asaj se çfarë mund të ketë dashur të thotë ambasada e Shtetit Bashkuara. Besoj që edhe ata vetë ndoshta nuk e presin një analizim kaq të gjerë të këtyre postimeve që bëjnë në rrjetet sociale. E qartë. Xhoji, duket sikur, domethënë, ndikimi i impaktit publik, le të themi në këtë lloj forme, ose impakti publik i mbështetjes amerikane për zotin Rama ka rënë. Pse? Sepse dhe mbas përfundimit të zgjedhjeve, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u shpreh mbi partneritetin me shqiptarët dhe gjithashtu roi shqiptarët, pra nuk u shpreh mbi fituesin e zgjedhjeve ose mbi rimandatimin e tij. Një argument edhe më shumë në peshore nga ana Berisës, që tashmë Edi Rama nuk ka të njëjtën pozitë, afiniteti, le ta themi, ideologjik politik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përforcohet? Nëse i shikojmë gjatë në këtë këndvështrim? Marsid, është e vërtetë që ka një dallim në format se si e kanë uruar Edi Ramën në fitoren e fundit dhe si e uruan gjatë kësaj radhe. Kësaj radhe ishte një fjali, mund të jetë një lloj urimi i vakët, por gjithsesi nëse e shohim me kujdes, nuk është se ka një qartësi të madhe politike në mungesën e një ambasadori amerikan në Shqipëri, dhe besoj që diplomatët nuk është se kanë dashur që të, po themi, të mbajnë një qëndrim politik. Një nga kundërshtimet më të mëdha që ka patur administrata Trump në raport, po themi, me paraardhësin, detyrë ka qenë që ndërhyjnë goxha në shtete të tjera. Në fakt, Trump e bën këtë kur flitet për mbështetjen e partive të djathtë. Nga se shohim në Shqipëri, ka patur kritika, për shembull, që janë diskutuar edhe në diskutimet në Kongresin amerikan për përfshirje ndoshta erës të tepër. Kështu që besoj ka qenë një deklaratë e cila mund t'i jap, po themi, komoditetin e të qëndruarit në formë të barazlarguar nga opozita dhe mazhoranca. Për shembull, deklaratat të ambasadorëve që ndoshta mund të kenë qenë të nxituara ose që kanë patur një qëllim politik, por që mund të jenë keq interpretuar, për shembull, si deklarata Dohani Bar, ish ambasadores Kim, ndoshta mund të jenë parë si moment për të reflektuar dhe për të mos mbajtur, po themi, qëndrime kaq të drunjta, siç ishte edhe në rastin e postimit që ti lexove pak më herët. Qartë. Xhoji, dje ka ndodhur gjithashtu dhe një situatë që në
pikpamjet e mia domethënë është e çuditshme ku Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë bashkuar votat në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për mos rinumërimin ose mos rihapjen e kutive në të cilat zoti Ali Mehmeti dhe zoti Kalaja pretendojnë për parregullsi, për orientim vote dhe gjithashtu për vota të cilat janë vjedhur nga kandidatë të tjerë, le ta themin. Kjo ka qenë realisht pretendimi i tyre. Zoti Leoron Kalaja ka pretendime që zoti Erhan Doja ka bërë një masakër elektorale në kurizë të votave të tij, ndërkohë që zoti Ilir Ali Mehmeti të njëjtin qëndrim ka për zonjën Rida Tabaku. Dhe për të mos u palosur këto pet byreku përpara syve të qytetarëve të Shqipërisë, ndodhi ky bashkim i çuditshëm që ndodh sa herë që neve mrej që qëndrimet e Partisë Demokratike janë radikale kur flitet sistem. E kemi parë kur është bërë amnistia penale, kemi parë këtë bashkim çuditshëm votash kur është bërë marrëveshja për listat e mbyllura, tani shikojmë edhe për moshapjen e kutive. Pra është gjithçka një show, Gjoj, në fund të ditës dhe çka ajo që dikur gjithë dyshonin që këta mund të jenë bashkë në ditën tryezë? Marsi darrove të thuash që kanë qenë bashkë për t'i rritur rrogën vetvetes. Deputetët kanë qenë bashkë në amnistinë penale, kanë qenë bashkë në disa miratime të kodit zgjedhor. Tani opozita duhet të ndaj mendje nëse po negocion, po themi, me terroristë elektoral apo nëse po negocion me Partinë Socialiste, sepse bëri përshtypje edhe në seancën e rikthimit, po themi pas zgjedhjeve në legjislaturën aktuale, që deputetët e opozitës bërtisnin brenda sallës dhe përqafoheshin me socialistët në dyert e kuvendit. Tani kjo nuk ka ku të qëndrojë në këtë drejtim dhe se i takon bashkimit të fundit votave në KAS, unë lexova që kishte argument se ankimimet nuk mund t'i paraqesë një kandidat, por duhet ta bëj partia, dhe pyetje që shtrojnë është çfarë të keqe ka nëse hapen disa kuti ose disa qendra votimi ku besohet që ka patur parregullsi. Nëse më thua një dëm që do sillte kjo, në rast se procesi ka qenë i rregullt, në rast se nuk ka patur manipulim, pra mund të marri vetëm pak më shumë kohë deri në mbylljen totale të shqyrtimit të ankesave, por nuk do të dëmtonte askënd dhe do të forconte ndoshta transparencën, mund të shtonte besueshmërinë e publikut, se në rast se ka pretendime për parregullsi, votat mbeten në kuti dhe mund të analizohen në një moment të dytë në rast se një parti apo një tjetër abuzon gjatë procesit të votimit dhe numërimit. E drejtë. Gjoj, e di ku është problemi? Sepse akuzohet kundërshtari ose totalisht procesi, pra ka patur votime dhe jo zgjedhje. Tezë të cilën i pare ka artikuluar zoti Bushati. Më pas, flitej për një nen të quajtur Neni Basha, që nëse një kryetari u mbet zgjedhjet, pavarësisht qëndrimeve tim mi vollën, nuk mi vollën, krimi, droga, shërbimet e huaja ku dëgjon se çfarë, quhet i shkarkuar automatikisht. Tani arrim në fazën që nuk mbaka përgjegjësia as kryetari pas leadershipi. I vetmi faji është faji i kundërshtarit. Domethënë paaftësia ime është faji jot. Si e shikon gjithë të llovi kaq të madhe brenda Partisë Demokratike, sepse dështaku më i madh i saj që sipas tyre ka qenë Ulzim Basha, të paktën mori 59 mandate. Këta e çuan 9 mandate më pak se ai që e përjashtuan për paaftësi. Dhe leadershipi është i njëjti, ëh? Pa i bie që është paaftësi e kryetarit, tash jo do mbaj përgjegjësi kryetari, që me njëjtin ekip mori 9 mandate më pak, ose i bie që ekipi saboton, pra kur them ekipi ka fjalën për leadershipin, për sekretarin e përgjithshëm, kryetarin e grupit parlamentar, zëvendës kryetarë, drejtues të qarqeve. Si e mendon në fund ditës cili është fajtor dhe çfarë do të ndodhi me këtë parti, në mënyrë që të kemi në opozitë në fund të ditës? Marsit është problemi që në fakt në Partinë Demokratike mohohet me ngulm se nuk mund të bëhet një proces paralel ku të ketë një reformim ose rifreskim të drejtuesve në qarqe, drejtuesve në degë, kështu me radhë, me argumenti se diçka e tillë do të sillte një shfokusim nga po themi qëllimi për të ekspozuar krimet elektorale. Personalisht nuk kam shumë besim te kjo strategjia për të
bërë libra për krimet elektorale, për të shpërndar prova. Këto duhet ndiqen në rrugë institucionale, se ndryshe mund të dalin në televizion gjithë ditën dhe të thonë pretendimet e tyre, por në rast se nuk ka një vendim konkret, një sankcion juridik, nuk mund të ketë, po themi, asnjë efekt të prekshëm mbi procesin zgjedhor. Dhe së dyti, nga ana tjetër, duke patur parasysh Nenin Basha, që ti e përmende, sigurisht që duhet kishte një lloj, po themi, llogaridhënie prej të gjithëve, përfshirë edhe nga zot Berisha, pasi në rastet kur e pyesnin nëse do të mund t'ja vjedhte zgjedhjet sërish Edi Rama, thoshte që doja zë vjedhjen në fyt, nëse mban mend deklaratën e famshme. Dhe në këtë drejtim tani bëhet realisht komplikohet. Situata do të ketë një raport dytësor nga OSB-ja, por ta zëm edhe nëse ka gjetje negative, OSB-ja do të thotë adresojnë këto në komisionat e ardhshëm të reformës së ardhshme zgjedhore, se ne bëjmë një reformë përpara çdo palëzgjedhje, qofshin ato vendore apo qendrore, dhe në këtë drejtim mua më duket harxhim energjish që ta vazhdosh me kaq ngurt një proces që nuk dihet nëse do të ketë masa vendimarrëse në fundit. Pra çfarë mund të presim nga OSB-ja? Beson realisht se mund të ketë një mosnjohje të zgjedhjeve, kur raportet e OSB-s kanë qenë gjithmonë duale, përmendin elementet pozitiv, përmendin elementet negativ, thonë të shikojni ke reforma e ardhshme, edhe bashkë jemi pas 2 ose 4 vitesh. Është mëse e drejtë, Gjoj, dhe pyetja ime e fundit për ty, pasi s'do të mbaj mëse e di që e njëri që keni pendime, është me pretendimin që kanë euroatlantikët që zoti Basha do fitoj vullën dhe me këtë vullë do jetë kali i trojës me cilën ai do marrë Partinë Demokratike dhe ai do jetë alternativa e ardhshme e PD-s si kryetar për zgjedhjet e ardhshme. E di që na vjen për qeshur të dyve, po e mendon që ka ndonjë gjast të ndodhe kjo, apo është mashtrimi i radhës i Bashës për të siguruar shtegun e ikjes? Sepse ti e di që ne kemi edhe mik përbashkët, i cili për ditë ndes qirinj me këtë pretendim.